derisa në shtresën e qytetarëve do të jetë kjo ndjesi pesimizmi kundrejt sistemit të drejtësisë dhe që kur nuk ka një reagim që të investoj tek asnjësia e sistemit gjyqësor, pavarësia ekonomike, kushtet më të mira të ushtrimit të profesionit dhe bashkëpunim me forcat politike, me administratën publike që të krijojnë tek qytetarët atë ndjesinë e mbështetjes dhe të sigurisë kur i afrohen dhe kur i drejtohen sistemit gjyqësor. E kuptoj. Dhe vetë nga gjyqtarët pranohet që një problematikë është kanë ata një lloj përgjegjësie është pikërisht vonesat në marrjen e drejtësisë. Kjo shprehje e famshme, drejtësi e vonuar është drejtësi e munguar. Ne kemi dhe një material në fakt që tregon sa tipik është kjo një problematikë e tillë. Do doja që ta ndiqnim së bashku shkurtimisht dhe më pas të ktheheshim në studio për ta komentuar. Sadedin Zeqo nga Orikumi i Vlorës është një ndër hallexhinjtë shumë në qytetin bregdetar, i cili prej dekadash nuk po gjen zgjidhje për pronën e tij në Orikum. Dhe ku tjetër përveç se dyrëve të gjykatës së Vlorës mund ta gjesh 79 vjeçarin. Sikur të mos mjaftoi konflikti për pronën, ai prej 6 vitesh nuk po korrigjon dot as gabimet e bëra nga vetë gjykata. Kam qenë në vitin 94 deri më sot nuk po zgjidh çështjen e pronave. Dhe kjo për ndrejtje gabimesh. Të gjyktarit që vë dorë në dosje gjyktari dhe deformon dosjen. Të mungojnë dokumenta nga çështja? Jo. Jo, më mungojnë gjithë dosja. Nuk u gjykua. Sa vite po bën me këtë çështje? Që në 19-ën. 2019. Po, kjo, ndrejtjes gabimeve dhe nuk është gjykuar dhe nuk gjendet dosja. Po në konflikt për prona, sa vite ke? Që në 94. Që në 94. Thuaj se 30 vjet. 30 vjet, e më shumë se 30 vjet. Në mënyrë të përmbledhur, 79 vjeçari tregon edhe llojin e konfliktit. Pala kufitare bëri gjyqin, pa dëshmimtar. Kufitar do me thënë, pa dëshmimtar kufitar, është dosja aty. Dhe në këtë gjykim të palës kufitare, në mbledhje vendimi gjyqit nxjerrë nga Gjenoveva Gaba, në mbledhje ka gabim 8 hektar në mbledhje e para, 8 hektar, e ka vendimi gjyqit. Dhe ata kanë tapin, se kam hetuar unë, kam nxjerrë tapin e tyre. Tapia e tyre në 3 dokumenta del 130 vreten. Gjykata e jep 32 hektar. Ku e ke këtë tokë? Në Orikum. Në Orikum, po. Në fund, kur e pyet se si e mendon zgjidhjen e këtij konflikti, që nuk po merr rrugë prej më shumë se 3 dekadash, Zeqo të përgjigjet me një tjetër pyetje retorike. Të vjetë dhe 17 hektar në Orikum. Ta ligjërosh në komision e pronave se janë të lidhura zëngjirë, këtu e kupton prokurori, se janë bërë me ankimu, gjukat, pushtet, drejt zyrat e bashkisë, deri në kadastër. Ore, ku i shpi mushka këta njerëz? Të vjetë dhe 17 hektar, e ta ligjërosh, e të kërkosh dhe leje ndërtimore, kërkojnë të vend... Vlora vazhdon të mbetet një prej qyteteve jo vetëm me volumin më të lartë të dosjeve të pronave, por edhe me numrin më të lartë të abuzimeve nga vetë institucionet shtetërore. Gjithë anarqinë e pronave në Vlorë. Një dosje, një proces i nisur në 1994 dhe ende i papërfunduar, siç dëgjuam nga dëshmia e zotërisë, dhe një vonesë ku mes së tjerash, një nga arsyet është fakti që mungon e tërë dosja në gjykatë për fajt të gjykatës se ka humbur të gjithë dokumentacionin dhe dosjen. Tani unë nuk dua të them që kjo ndoshta justifikon, sigurisht nuk e justifikon mlefin e qytetarëve ndaj njerëzve të drejtësisë, por minimalisht e shpjegon. Dhe doja që ta vazhdonim bashkë diskutimin zoti Jahe. Dhe zoti Sadushi ka bërë një mea culpa në këtë fjalimin e tij që unë citova pak më herët kur ka thënë duhet ta themi hapur dhe ta pranojmë. Vonesat në gjykimin e çështjeve, zvarritjet e panevojshme procedurale dhe mos respektimi i afateve ligjore për arsyetimin e vendimeve janë plagë të dukshme që dëmtojnë besimin e publikut. Ne bashkë kemi diskutuar një gjë të tillë dhe kur këtë e themi edhe për qytetarët dhe për zotin Doraci që ndoshta nuk e ka dëgjuar, pak kohë më parë, rreth një muaj më parë, doli një anketë e zhvilluar nga KLG lidhe me arsyet pse
kemi vonesa në procesin gjyqësor dhe një anketë zhvilluar mes gjyqtarëve të Republikës ku faji vendosej faji më i madh, le të themi, përgjegjësia më e madhe për këto vonesa në procesin gjyqësor i vendosej avokatëve mbrojtës. Dhe duket sikur zoti Sadushi me këtë fjalinë që unë citova pak më herët, jo vetëm po pranon fajin, po t'jep të drejtë zoti Jahaj kur ne bashkë kemi diskutuar këtë gjë dhe ti na the disa elemente se si qëndron, le të themi, në fakt realiteti. Por kronika që pam dhe fjalia citimi i zotit Sadushi. Unë do shtroja pyetjen për atë problematikën që kishte ai qytetari atje, që mungon ndosja gjyqësore. A ka një përgjegjës? S'ka. Këtu fillon gjithë kalvari i vuajtjeve të këtyre përgjegjës penaliste keni fjalën? Dhe nga ana administrative. A ka marrë ai përgjigje? Pra, problemi është, ai qytetari pretendon që mungon dosja. A ka marrë një përgjigje nga institucionet e asaj gjykate që pse mungon kjo dosje? Pra t'i jepe një përgjigje, t'i thonë, është djegur dosja, se ka pasur raste në 97 në shumë gjykate janë djegur dosje. Shumë gjykate Sarandës ka këtë problematik. Kam përshtypjen ai foli për leje ndërtimore, foli për nuk ka rëndësi, gati diçka e bërë qëllimisht. Ne nuk do zgjidhim problemin e qytetarit, por problemi që ekziston sot. Minimalisht duhet të jepni një shpjegim. Duhet të kishte një shpjegim. Dhe kjo është një problematikë që ne hasim në çdo gjykatë. Pra, ti bën një kërkesë, ti kërkon një informacion dhe nuk e merr mbrapsht. Pra, nuk të thot ai institucioni që ti drejtohesh të kthej një përgjigje, ore, pse nuk qëndron ky problemi jot, apo pse qëndron. Dhe pastaj, vetë qeveria gjyqësore, pra, organet më të larta, KLG-ja, duhet të kontrollojë vendimet e gjykatave, ILD-ja. Pra, duhet të ketë një sistem vlerësimi. Por një vendim i gjykatës shkallës parë është prishur nga vendimi nga gjykata e apelit dhe është lënë në fuqi nga gjykata e lartë. Tani ka një problematik ky vendimi i shkallës parë. Pra nëse ky gjyqtar merr gjatë një viti, po themi, i shprishur vendimi 3-4 herë apo 5 herë, ka një problematik këtu. Ky nuk është për mua, nuk është më jaftë të ri në sistemin. Funksionon kjo hallk sepse sistemi reforma e parashikon, po në këtë tuaj funksionon. Jo, nuk funksionon. Pra nuk ka një lloj vlerësimi, ka një lloj vlerësimi që bëhen për gjyqtarët vetëm në raport me ankesa që mund të shkojnë nga qytetarët. Këtë shqetësimin tuaj ka dhe kryeministri Rama kur thot ku është ILD-ja. Kryeministri Rama nuk e ka këtë shqetësim. Kryeministri Rama bën politikë edhe ka sulmuar gjyqtarët pa të drejtë. Pra nuk mund të komentohet një vendim gjykate. Është kjo që them unë. Pra, nëse ai gjyqtari ka gabuar, një herë, 2 herë, 3 herë, janë institucionet e qeverisjes gjyqësore që duhet ta kontrollojnë dhe thonë ti, i nderuar zoti gjyqtar, nuk je për këtë punë, sepse çfarë dëmi ka sjell ai? Ai ka mbajtur këtë qytetarin, po themi 10 vjet në procese gjyqësore, duke dhënë një vendim të padrejtë. Dhe vazhdon dhe do gjykoj 94. Pra ka një problematik po rim të rasti këtij qytetari që kanë në 94. Ky mund të ketë kush e disa vendime që ka vajtur, mund të ketë vajtur në gjykatë lartë, është kthyer, ka vajtur në gjykatë apelit, është rikthyer prapë. Tani këtu në sistemin e drejtësisë në këtë rast ka problematika. Pra nuk duhet 20 vjet për zgjidhur një çështje. E kuptoj, jemi në minutat e fundit. Avokat Doracit, si e shikoni këtë situatë? Materiali që ndoqëm, unë jo rastësisht e quajta si emblematik të situatës dhe pakënaqësisë ndoshta që kanë qytetarët ndaj drejtësisë, por dhe kur vetë kreu gjykatës lartë thotë duhet të jemi të hapur dhe ta pranojmë që këto vonesa të kurrin besimin e qytetarëve ndaj drejtësisë. Unë e shoh të pamundur që të bënte një deklaratë të kundërt. Sepse kjo është, këtë e shohim gjithë dhe është diçka që e konstatojmë të gjithë. I bashkohem asaj që tha dhe kolegu në studio dhe është diçka shumë e rëndë tek fjalët që tha, që është mungesa e përgjigjes dhe motivacionit të kërkesave që bëjnë avokatët dhe qytetarët. Domethënë, nëse një sistem gjyqësor, edhe do ta mbyll, nuk krijon kushtet e dialogut dhe ky dialog duhet të jetë jo vetëm i detyrueshëm duke respektuar disa terma kohore, do të thonë ka përgjigje që jepen për 30 ditë, 60 ditë, 90 ditë, por
Në qoftë se nga ana e avokatëve dhe nga ana e qytetarëve, sepse avokatët përfaqësojnë klientët dhe përfaqësojnë qytetarët, nuk ekziston as e drejta që ti të kesh një përgjigje, që mund të jetë e gabuar, mund të jetë e drejtë, ajo është diçka tjetër, por që ta kesh atë përgjigje dhe të ndërtosh një reagim nga ana gjyqësore, kjo është shumë e rëndë, sepse kjo është zanafilla e shumë problemeve. Në Itali, për shembull, edhe gjykatësit civil, mungesa e motivimit të një vendimi edhe të ndërmjetshëm gjatë gjyqit, por kur mungon motivimi, është përgjegjësi edhe penale. Është shumë rrallë, normalisht ka instrumente të tjera dhe nuk arrihet deri në atë pikë, por ligji e parashikon si përgjegjësi penale jo vetëm mos përgjigjen, por edhe mos motivimin e përgjigjes. Kur përgjigja është e thjeshtë edhe e prerë dhe nuk motivohet, ajo është konsiderohet përgjegjësi penale në qoftë se avokati apo pala e ka kërkuar me motivim. Domethënë, pse do kërkojmë probleme shumë më të holla kur ne kemi probleme kaq të rënda në sistemin gjyqësor. Domethënë, mungesa e justifikimit të vendimeve, siç është ky rast, ky është makabër, domethënë 31 vjet për një çështje është ajo që tha dhe kolegu, shpjegohet vetëm me faktin që është kthyer dhe rikthyer për arsye që ne tash nuk i dihem më tepër më shumë herë, por a ka ndonjë përgjegjës? A ka pasur ndonjë reagim? A ka pasur ndonjë tentativë që të kuptohet edhe nga gjyqësori, po edhe nga sistemi i vetkontrollit brenda gjyqësorit, pse është arritur deri këtu? Domethënë, kur ti nuk ke një përgjigje për një ankesë ose për një kërkim dosje ose për një shpjegim, si mund të arrish në një vendim që të jetë jo, nuk po themi drejt për gjithë, sepse nuk mund të jetë i drejt për gjithë, por të paktën i pranueshëm për gjithë. Që pala, edhe ajo që ka humbur, të thotë, okay, unë i përdor atë gjithë instrumentet ligjore me avokatin tim, i mora përgjigjet, okay, nuk më pëlqeu vendimi, por e di që nuk kam rrugë tjetër. I provova gjitha nga ana ligjore dhe shkoj kështu. Okay? Në qoftë se më lën këto boshllëqe gjatë gjyqësorit, gjatë gjyqit, gjatë rrugtimit drejt vendimit, është normale pastaj që do kemi këto pakënaqësi kaq të rënda dhe kaq të normalizuara në gjithë qytetarët. Pra problemet janë, ashtu siç po e diskutojmë edhe sot dhe siç e keni diskutuar më tepër, janë strukturale dhe janë më të rënda se sa një vlerësim sipërfaqësor i këtij krimi kaq makabër. E kuptoj. Në fakt, unë do ta mbyll duke theksuar që presidenti i Republikës ka nisur një proces konsultimi me krerët e institucioneve të drejtësisë, i nisur dje, ku ka marrë pjesë ndër të tjera kreu i prokurisë së posaçme kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, zoti Altin Dumani, për të kuptuar nga presidenti i Republikës se çfarë masash mund të merren, se çfarë mund të bëhet diçka e tillë. Shpresoj shumë që mos kthehet dhe mos mbetet vetëm një çështje sigurie, policësh, skanerash dhe detektorësh, por që aty do ngelet. Të shikohet problemi në rrënjë. Ne kemi mbritur në fund të hapësirës tonë dhe unë mundova bashkë me ndihmën tuaj që pikërisht evidentojmë ato që të paktën mendojmë se janë problemet reale që mos na ndodhin më ngjarje të tilla kaq tragjike. Për sot ju falenderoj zakonisht shumë sot avokat Dritanjaj dhe Erdis Dorasi. Faleminderit të dyve dhe shpresoj t'ju kem përsëri në biseda, jo për ngjarje kaq të rënda, jo për ngjarje tragjike. Faleminderit.